të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, jam Barleca Bedini, seminarist në vitin e parë të filozofisë në seminarin tër dioqezan në Këshillit të Mirë në Shkodër. Vi prej dioqezës Prizren Prishtinë, famullia e ngjitërojës në Ferizaj. Sot, në ditën e meqve të seminarit në Shkodër, dëshiroj të ndaj me ju disa mendime rreth thirrjes së shenjtë, këtij misteri të bukur dhe njëkohësisht sfidues që e përshkon jetën e kishës. Seminari ndërdioqezan i Shkodrës nuk është thjesht një ndërtesë apo një institucion arsimor. Ai është fryti i një historie të gjatë besimi. Rrënjët e formimit meshtarak në Shkodër shtrihen që në shekujt e kaluar, kur kisha në trojet shqiptare përkundër vështirësive politike e shoqërore, kujdesej për përgatitjen e meshtarëve të saj. Në vitin 1858 u themelua seminari papnor shqiptar në Shkodër, që u bë vatër formimi për shumë breza mes shqiptarësh, të cilët shërbyen me përkushtim në mbar vendin. Gjatë periudhës së përndjekjes komuniste, seminari u mbëll, ashtu si shumë institucione të kishës, por thirrja nuk u shua. Ajo mbeti e gjallë në zemrat e besimtarëve, në sakrificën e meshtarëve martirë, në heqjen e luqjes së popullit. Pas rrënjës së diktaturës në vitet 90, seminari u rihap si shenjë ringjalljeje dhe shpresë për kishën në Shqipëri dhe për mbar treva tona. Sot, çdo seminarist që hyn në atë shtëpi formimi, hyn në një histori besnikërie. Hapa tonë ecin mbi gjurmët e atyre që kanë thënë po. Para nesh, disa prej tyre deri në flijem. Kjo e bën thirrjen tonë edhe më të thellë. Ne nuk fillojmë nga zero, por vazhdojmë një histori dashurie. Kjo ditë e meqve të seminarit na kujton se kjo histori nuk është e shkruar vetëm nga seminaristët, por edhe nga ju, nga lutjet, nga përkraja, nga dashuria juaj për kishën. Thirrja është personale, por gjithmonë kishtare. Liturgjia na paraqet sot figurën e Abrahamit, dil prej vendit tënd, dhe ai u nis. Ai nuk mori hartën e plotë të udhëtimit, por vetëm premtimin. Poja e tij është konkrete, vepruese. Nuk mbeti ndjenjë e bukur, por u bë hap.
edhe ne në rrugën e formimit përjetojmë këtë del nga siguria, nga planet personale, nga dëshira për ta kontrolluar gjithçka. Thirrja është një dalje nga vetja për të hyrë në planin e hyjit. Kjo është thirrja mistershme. Mister sepse buron nga mendimi i krijuesit për krijesën e vet. Siç shkruan Amedeo Cencini, një pref jezuet, në librin Misteri i thirrjes. Ajo është si një ëndër hyjnor mbi jetën tonë. Një plan që shpesh duket i pazakontë, por që mbart madhështi. Dërsa Papa Francesku në librin e tij Spera l'autobiografia na kujton se kur ëndra zbehet, duhet të kthehemi të ëndrojmë përsëri, duke u mbështetur në hirin e kujtesës. Kujtesa është e rëndësishme edhe për seminarin tonë. Kujtesa e themelimit, e sakrificave, e mbylljes dhe e rihapjes. Kujtesa e martirëve që ruajtën fenë me çmimin e jetës. Kjo kujtesë na mëson se thirrja nuk është privilegj, por shërbim. Jo reati, por dhurim. Si seminarist, e ndjej se poja ime duhet të përsëritet çdo ditë në lutje, në studim, në jetën e përbashkët. Ndonjëherë rruga është e qartë, ndonjëherë kërkon besim të pastër, por fjala e psalmit na siguron. Do të mësoj rrugën që duhet ndjekur, sytë e mi do t'i përqendrojnë mbi ty. Të dashur dëgjues, thirrja nuk është vetëm për ata që hyjnë në seminar. Çdo i pagzuar është i thirrur në shitëri. Secili ka një tokë për ta lënë dhe një premtim për ta përqafuar. Hyji vazhdon të thras, në familje, në punë, në shërbim, në heqjen e zemrës. Në këtë ditë miqve të seminarit në Shkodër, ju falenderoj për lutjen dhe për krahin tuaj. Ju jeni pjesë e kësaj historie. Le të lutemi që Zoti të vazhdojë të zgjojë thirrjet e reja dhe të na jap të gjithë kujtimin e Abrahamit për të thënë një po të heshtur, por të fortë. Sepse kur i besojmë në rrëfyet, jeta jonë bëhet bekim për shumë të tjerë. Amen.